për veti, po tash pjallojna ekskluzivitetin e Rosit mas e pyte, po shumë sinqerisht. Ismet tash unë është në morat për tirën e Kepit Gjelbërt, se vllai ka nënshkruan Hajduk, do i bashkohet Hajdukit Splitit. Jo ekipës parë normalisht. Urime, shumë sukses. Po, shumë sukses. Urime, Shumë suksese. Bravo. E kemi lënë për ta zhvilluar pak më vonë, po nëse. Po tash. Shumë suksese. Prishim çdo surprizat kur ki dëshirë me hy pak më fell, automatikisht Personalisht mendoj që lojtarët e ri duhet luajnë në më mirë në Kosovë në ekipin e parë sesa për kategoritë të reja në kudo klube tjera. Duhet me dhënë rast me 18-19 me pas mundësi me luajt në përbërjet të parë apo me pas minutazh, sepse mënyra se si do të zhvillohet ai futbollist varet prej sfidave që do të ketë. Kështu që sfidat e tij në ekipin e parë në kategorinë e seniorëve është sfidë ma që ndikon në zhvillimin e tij më të shpejtë. Më mirë është me luajë në ekipin e parë në Kosovë, Super League